Si çdo fund vit, Kori Lira u rikthye në skenë me koncertin tradicional, duke i dhuruar publikut korçar një mbrëmje festive të mbushur me tinguj dhe emocione. Me një repertor të përzgjedhur, këngësh tradicionale, serenatash dhe pjesësh lirike e popullore, koncerti u zhndërua në një kartolinë muzikore për festat, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë e familjare. Kori Lira, mbajtësi titullin deri kombit, dëshmoi edhe një herë pasurinë e repertorit të tij, me mbi 100 këngë të interpretuara në formë klasike. Dirigenti Pandi Bello theksoi në fjalën e tij se ky koncert është një mënyrë për të ruajtur dhe përcjellë trashëgiminë kulturore shqiptare. Nga breze në brez, është këngëtari i korit Llazi Balashi u shpreh se çdo interpretim vjen si një omazh për publikun dhe traditën muzikore korçare. Ky është koncerti i fundit në vit. Është një premierë me dimensione për shkak se kështu është caktuar data, duke supozuar se vinë shumë banorë të Korçës, edhe nëse nuk janë në Korçë. Dhe nga në tjetër, tradita muzikore në repertorin e korit është një element i rëndësishëm dhe koncerti shpresoj që zgjon pasuri emocionale të dëgjuesve dhe kujton nivelin artistik profesional të interpretimit dhe prandaj kemi të menduar në këtë mënyrë. E bëjmë mirë për të rikujtuar ato këngët e vjetra që nuk marrën kur, po nëpërmjet këtyre këngëve kemi edhe këngë të reja. Po ne këto këngë i këndojmë me gjithë shpirt, sepse çdo popull. Do të orkestrat e zjarrta të publikut na bëjnë ne të këndojmë akoma më me shpirt dhe me zemër. Mbrëmja u shoqërua me duartrokitje të vazhdueshme nga publiku, i cili vlerësoi nivelin artistik dhe emocionin e përcjell nga Kori Lira, duke konfirmuar këtë koncert si një nga momentet më të veçanta kulturore të fundvitit në qytet.